SPAK ka dërguar për gjykim dosjen penale ndaj kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci, si dhe ndaj 6 zyrtarëve të tjerë të akuzuar për shkelje të ligjit në një tender me vlerë rreth 700.000 euro. Në kuadër të kësaj çështjeje, për gjykim është dërguar edhe Adela Ruko, bashkëshortja ish drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar Evis Berberi. Së bashku me Becin dhe Rukon, SPAK ka dërguar për gjykim edhe shtetasin Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Yll Kanishku, Rudin Gjoni dhe Premtim Dauti. Sipas organit të akuzës, 4 persona kanë pasur role të drejtpërdrejta në procedurat e prokurimit dhe vlerësimit të ofertave. Kryebashkiaku Benet Beci akuzohet në kohën kur drejtonte Korporatën Energjitike Shqiptare ka shkelur ligjin për tenderin për zhvillim strategjik të sektorit energjetik të zhvilluar në vitin 2019. SPAK pretendon se procedurat e prokurimit është manipuluar në favor të një subjekti të caktuar. Sipas hetimeve, 6 të pandehurit e tjerë kanë qenë antar të njësisë së prokurimit dhe të komisionit të vlerësimit të ofertave, të cilat dyshohet se kanë paracaktuar fituesin e tenderave dhe kanë krijuar avantazhe të padrejta për shoqërinë fituese në kundërshtim me ligjin për prokurimet publike. Hetimet për këtë çështje kanë nisur pas zbërthimit të telefonit të ish drejtorit të ARSH-s Evis Berberi, ku janë zbuluar biseda të cilësuara si komprometuese, që sipas SPAK lidhen me abuzime dhe ndikimet paligjshme në këtë procedurë tenderimi.